Në prag të festave të fundvitit, Qendra Kulturore vendosi në skenë dramën Pjata prej Drurit e autorit Edmund Morris, interpretuar nga trupa amatore Zënësve të Kukësit. Shfaqja trajton një temë të ndjeshme, jetën e të moshuarve dhe mënyrën se si shoqëria dhe familja i trajton ata, duke theksuar ndjeshmërinë dhe empatinë ndaj tyre. Sipas Harjeta Rexhepit, përgjegjëse e teatrit për fëmijë në Kukës, drama synon të përcjellë mesazhe edukative dhe humane përmes artit skenik. Mesazhi që nxjerrim nga kjo dramë është që t'i japim një dorë brezit të tretë, mos t'i lëmë mënjan për një jetë më të mirë. Gjithashtu kemi këtu edhe rolin e Suzit, mbesa e gjyshit, që është shumë e rëndësishme se kemi dy breza. Brezi i tretë dhe mosha 3, ku merr Suzi pjatën e drunjt dhe ja servis nënës vet përpara duke i thënë po edhe ti një ditë do plakesh. Dhe kështu përfundon. Pra ky është mesazhi kryesor i dramës Pjata prej Drurit. Të gjitha rolet mashkullore u interpretuan nga vajzat, e cilët ndanë edhe sfidat e interpretimit të karaktereve mashkullore në skenë. Atëherë vështirë është pasi duke qenë se jam një vajzë në rolin e një mashkulli, duhen edhe gestikulacionet dhe duhet edhe të ndryshojmë zërin, të trashet zëri etj, por besoj që ja kemi arritur. Kam një rol mashkulli sepse shumica për ne vajzave kanë pasur role djemsh, sepse nuk kanë pasur interes nga djemt në teatr, por me punë besoj që kemi arritur diçka, por për ne vajzat ka qenë shumë e vështirë sepse duhet të përshtateshim me mënyrën e intonacionit, por dhe me lëvizjet që duhet të bëjmë djem, por shpresoj që të dalin sa më mirë. Me këtë vepër, artistët e rinj të Kukësit janë përfaqësuar dhe në festivalin barkombëtar të teatrove për fëmijë që është mbajtur në Pirat.